që e konsideroni farse elektorale e 11 majit, dokumente, pamje që keni bërë të njëjtën gjë edhe në vitin 2023, paktën kujtojmë një nga më të famshmet makinat që ndiqnin njëra tjetrën në Shkodër, që ishte rasti më flagrant. Por çfarë kërkoni ju, çfarë synoni ju të arrini në fund, zoti Berisha, me publikimin e këtyre të dhënave? Vetëm kërkoni të ndërgjegjësoni shqiptarët për çfarë ka ndodhur, apo keni shpresë se diçka tjetër do të ndodhë? Jo, ne kërkojmë të faktojmë çdo shqiptari dhe mbar komunitetin ndërkombëtar se cila ishte farsa e narkoshtetit. Në këtë kontekst, pra kjo betejë është sa kombëtare, aq dhe ndërkombëtare, kjo përpjekje. Dhe ju e pat, ishit dishmitar se në dy ditë në Bruksel u arrit realisht, u arrit realisht që farsa elektorale e 11 majit të ishte në bangon e akuzës. Ja u thash fjalimet që u mbajtën aty nga europarlamentar me të rëndësishëm, shumë, nga vëzhgues të zgjedhjeve, nga Parlamenti Europian, nga udhëheqës të Partisë Popullore Europiane dhe të Komisionit jashtëm të Parlamentit Europian. Aty ishte një pretendë vërtet për farsën elektorale, por ne qëndrojmë në parimin që çdo gjë do faktojmë. Ne do të faktojmë të gjitha pretendimet tona. Nuk është një gjë e re se mblidhesin kartat, por me rëndësi të madhe është deklarata e këtyre dy pensionistëve, që punoj si postë, shkon dhe ja u merr një javë përpara, u thot do u sjell pensionet, dhe s'u jep as pensionet, as kartat në mënyrë që ata të mos mund të votojnë. Sa janë këta? Janë 10 tramira, mos më shumë. Pra, ne këtu e vazhdojmë këtë betejë, duke paraqitur fakte të rëndësishme, ju çdo ditë do ndigjoni fakte të rëndësishme. Ju kam thënë, unë ju kam deklaruar këtu. Po, çdo ditë. Ne e kemi kapur në flagrancë Edi Ramën me krime monstruoze elektorale dhe bandën e tij që udhëheq. Sigurisht që ne do të arrijmë. Ai po bën presionet jashtëzakonshme, ja dini ju, janë kërcënuar vëzhguesit ndërkombëtar këtu, që nuk ditë këtë ndodhë në ndonjë vend tjetër. Nuk e ditë këtë ndodhë. Janë kërcënuar e gërësisht vetë Edi Rama dhe ministri i tij Igli Hasani. Që këtu në Shqipëri thot jam shqiptar, shkon në Greqi thot jam grek. E morët vesh ju. Çfarë është ai? As grek as shqiptar nuk është. Se këta që janë si punë e këtij dhe Evangelit, këta si janë për asnjërin komb. Po. Tavon e kam fjalën se jo Evangeli që alati hyn. Pra, këta kërcënojnë, ne mbrojmë të vërtetën para shqiptarëve dhe botës se kjo ishte një farsë. Zoti Berisha, krahas farsës, a mendoni ju se frymëzoni shqiptarët për të qenë kryeministri i vendit? Krahas farsës, pra nuk po i heq asnjë presje çdo denoncimi që ju po thoni. Vetë Sali Berisha, a frymëzon shqiptarët për të marrë atyre besimin për të qeverisur vendin, pas 3 dekadash në politikë? Sali Berisha? Pas 3 dekadash në politikë,
I nderuar zotëri, në qoftë se ka një politikan në këtë tokë që ka dëshmuar qëndrime të pamposhtura në respekt të parimeve themelore të një sistemi demokratik është Sali Berisha. Dhe unë po I heq të gjitha menjan për mbylljen e diktaturës komuniste, ndërtimin e institucioneve të reja shtetit demokratik, antarësimin e Shqipërisë në NATO, kalim nga sistemi më hiperkolektivist në ekonominë e tregut, kalimi I Shqipërisë nga vendi me të ardhurat nga grupi I kombeve me të ardhurat të ulta në grupin e kombeve të ardhurat mesme të larta, lëvizja lirë dhe marrja e rekomandimit nga Komisioni Evropian për statusin e kandidatit, marrëveshja e stabilizimit asociimit, transformimi tërësor I infrastrukturës rrugore të vendit, 2 projektet e shekullit, Tapi dhe Devolli, po I lam këto, të gjitha, por do marrë vetëm 2. Sali Berisha u ngrit, pasi ishte larguar, humbi zgjedhjet dhe dorëheqjen. Dha dorëheqjen pa asnjë imponim nga askush, por bëri një detyrë, mendoj unë, dhe mori një vendim të drejtë. Humbi zgjedhjet dha dorëheqjen nga partia, nga çdo funksion në parti. Më thuaj pak, a nuk ishte ky një akt madhor në favor të demokracisë? Vazhdojmë pak më tutje. Edi Rama me George Sorosin, me armiqtë e egër të demokracisë shqiptare, sankcionoi Sali Berishën. Dhe, me qenë se kishin pas një fakt bazë dokument, kërkuan që ta rëndonin atë politikisht. Çfarë rëndimi? Të kontrollonin Partinë Demokratike. Kush u ngrit? Sali Berisha u ngrit pikërisht për të thënë jo. Partinë Demokratike s'do mund ta kontrollojë kurrë përveç anëtarëve të saj. Kryetarin e saj. Prit. A nuk janë? Jo, unë sisha. Anëtarët e saj, ishte ata. A nuk janë këto kontribute madhore të atij Sali Berishe që ishte tërhequr nga jeta politike. Prandaj, po pse se bëri dikush tjetër? Pse nuk e bëri? Jo, Fatosnane nuk u ngrit. U dha dorëheqjen e bëri këtë, po të dytën e ka bërë më ka atakuar me bë vetëm unë. Po, kjo është e vërteta. Pra, mund të kesh 30 vite, po varet nga kulmet që ke mbrapa. Këto janë kulme, zotëri. Këto janë maja frymëzimi. Çfarë tregojnë këto të dytat? Tregojnë mision. Dhe kjo që po bëj është mision. Ky është një mision. Dhe prandaj janë të sfazuar, në qoftë se shef Osman, një tërbim dhe një verbri gjerë në primitivizëm. Përpiqen me çdo kusht të mbrojnë farsën. Njerëz të lidhur me krimin politik, me krimin ordiner, njerëz që paguhen nga narkoshteti, nga borderot e tij, nga mjezit gjerëndarë përpiqen të mashtrojnë shqiptarë. Çfarë po bën Sali Berisha? Sali Berisha po I kundërvihet kësaj propagande në mënyrë të përditshme për të mbrojtur vërtetat para shqiptarëve dhe komunitetit ndërkombëtar.